Mua vlavi, Amrushi, thalla ndo këtë e kanë vra, a vedin. Por dit ka shumë, e kujtoj një rast, kjo ka fundi gushtit në 98, kur ka orë spitali ushtarak, kanë orë me 40 sa të plagosën, edhe një djalë i ri, një ushtar i ri, na ka vdek në dorë, u ka prej Suarejkës. Edhe ka një përjetim i emocional, i dhim shumë u ka, mirë po tani si thash ma herët, na u bon njejt. Sot ky nesër aj. Se u shkon pak e vështirë, për shembull kur shokët e femiris, shokët e shkollës fillore, shokët kushërish, shokët, për shembull kur je ko bashka për krah dhe ata kanë vdek, normal që sigurisht u shkon dhemshme, u ka emocionale, po u prit, domethënë, u prit. E kujtoj një rast, një rast, u ka me 30 mars, dhe e ka një skuadrë ushtarëve me një pjesë që jenë ka të rrezikum non-stop gjatë ofenzivës që i kanë gjuar me të gjitha artillerit. Edhe e kujtoj djali i Axhës u kthyna, i pritshëm kush dy u vranë aty, djali i Axhës. Thoj bi thon për vllatë jam, i thash. Mua vllavi, Amrushi, thalla ndo këtë e kanë vra, a vedin. Pa të mos që njejt kjo punë, qysh se këna ditë ardit. Momentet që jena ky që këna ditë që o vdekje, o liriti të s'ka. Po du me shku të do mi cek disa rase pak më konkrete, shanë qysh është mjekimi i një plagusit për i rezolëm, për cilin kena diskutu. Hidrenicës që ka orë në sërë. O ka fundi luftës, o ka ndikon në prill, edhe kujtoj kanë ardhë, jenë ka 3 plagusin, po njën e ka marrën, unë ka në kali. Edhe erdhen në atë ku printe me ishin këthy, edhe pse shpia ishte djegur, ishin këthy baba dhe nana. Edhe me thonë drejtën vesh nisi musos edhe mjeli, edhe buka. Edhe kujtoj nana një të ma zi do qumsht, të ma përgadit me mjell të misrit. Me bo përshesh. Për mu edhe erdhe në ta ushtartë, që ajo kon shumë ranë, edhe të njëjtën kunja pas të isha plagën, ka pos plagën shumë keqe, ka pos shumë ranë, edhe të njëjtën kun nana jepke me lugë jepke përshesh me hangër që ishin ka dhe pa bukë. Mandej rastet e rana i këna përcil për në Budakov, u ka spitali ushtaraki, doktor Agim Mazrulli, që ka kirurgi vetëm në atë zonë, që i ka kry për 1800 operacione, dhe më rastet e rana i këna përcil për spitali ushtaraki, i kanë trajtu mandej.